Donator kam bereqat verë shumë, të tregova se kam një përkraje shumë kudo që kam bashkëpunim me krejtë dhe hëxhallartë dhe margemtartë dhe gjithkush. Tash unë po them qysh mundet një vëlla me kthy tërvesën, me hangër bukë me fëmijë, me pa vëllon ka dorëuni në shtëpi vet që sej Zoti as me përgatit bukë, as me fshi as janë Zotit, edhe nuk e marrin në shtëpi vëllaun e vet me majt me fëmijët vet. Mirë se na erdhën në emisionin tonë, e mirë se na pritë në shtëpinë tuaj. Faleminderit shumë edhe për juve që keni gjetë kohë edhe jeni ardhur. Unë e falenderoj Kosovën për që të ka botë mëshme me bo këtë emision, se me të vërtetë është një emision shumë i qelluar, që sa do pak me folë për persona me nevojat veçanta, edhe më i dhoni për kraje shumë të madhe atyne. Zoti ju shpërblet. Faleminderit shumë. Shefqet, me na tregu pak qysh ja ke fillu mos pari, mu marrë me këtë kategori. Po, puna jeme është pak me të vërtetë histori e gjatë, se une përpara këty më koni dimni, pa punë, vajzën e kisha smut, kum duru për bukë. Dhe më hanë që nashta që ke punë, ura dhe më ka shti me hi me një muj dhe kuj. Po kur dalë pranvera, une jem hi një kredi, edhe ku marrë 4 copa lëp, edhe jem bojdare balë për veti me tu, mos s'kum pas nevoj me më një mu kërkush, atëhere mu ka duhet me mjell tokën haku i love, krunet ja kum qitë love, mjellin e kum falë. Kudo që kum nije që ka person me nevojat veçanta, unë i kum shku në shpe edhe kum vetë a kje nevoj për mjell. Bile thisha për mjell më stjekun që shkum hjeku. Edhe që aty sheshnia më kanë përkra mu në fillim, që tipi e një manë këtyne familjarëve që dhe dëpare që dhe harqet dhe sene që falë Zotit që këto familje si kum lonë pa mil, pa harq, pa veshmbathje, ata që s'kam pas mundësi, barna që kum sigurue, aktivitete kum bo shumë në për restorana me ta, edhe në për shkolla shka u duft mjetë une ja kum sigurue, kështu që une kam shumë njerëz me falenderu për këtë punë që më kam përkrasë, une kum pas bashkëpunim të mirë me komunës podijës, me polici, me spitalin, me hëxhallar që më kam përkra shumë. Pra dhe aktivitete sa herë që kum bo, jenë ka në restoran Nora, restoran Artela, restoran Agnesa, që për çdo javë me quë këta persona me bo aktivitete, pare së më kanë marë. Kum pas përkraje shumë edhe për mergjimtarve, në kanë furnizuar shumë me karroca, thjeshta, elektrike, shtaga, gjithçka çka do që kam pas nevojë, u kemi dalë në ndihmë. Edhe po them që nashta mërgjimtarët e dojnë një falenderim atë veçantë, se tash po kthena mrapa, mos ishin konë që ta mërgjimtarët, na sot ishim të punu për Serbi për një kashat buke. Po këta kanë punue, na kanë imu shumë, na kanë qu pare shumë, edhe kanë majtë familje shumë, kështu që na ja kemi këthy pushën në shkollët. Së dhe gëzojmë këtë ri. Po, fatim. Ashtë shtirë, më mirë me këtë kategori. Së në di se ti je kom më ke vizitu, po e më kom atje. Po, po në e di që më kom të ti, më ti të më pa vizitu në shatë sa e kom, po unë kudo që kom një, që është një person me nevojat veçanta, unë i kom shku në shpi. Çdo kujna, edhe nashta po them problemin më të madh në kom pas me këta familjarë që i kanë majtë atë fëmijë ngujut. Kom hjek shumë me i bind që këta fëmijë do të me qu në shkollë, me janë nresh pensionet, me i qitë sa ma shumë, se këta e kanë një talent që na nuk i kemë. Janë shumë të meqëm, shumë dinë edhe që secën s'më i flasin, po janë talenta shumë. Edhe falë Zotit që shumë fëmijë kum qu në shkollë, shumë fëmijë u kemi nresh pensionet, edhe dalën në për qytet, në për aktivitete, kemi bo një punë jashtëzakonisht mirë. A ka hade që janë në gojun? Nuk e di që ka mo të mbyllën në kërkon, se kuda që kom një, unë shkoj vizitoj edhe
i bindi ne qerdhe që më kone kum vizitu, se une nuk ka shkollë që s'kum vizitu në Lapë që të me këshy ku ka fëmijë me nevojat veçanta dhe qerdhe që ashtu. E një qerdhe, më thaje drejtëresha, tha se kem pak të lashë me prind se nuk dojnë me planue që i kanë fëmijë me nevojat veçanta. Edhe i kom thonë, thash këshyr, nëse pranojnë, lema në takim me ta. Edhe ka bisedu me ta dhe ma kalon një takim që për mi 2 orë kum bisedu me ta, deri sa i kum bind që këta fëmijë do të mja ndrejsh pensionet, ta i ka falë Zotit. Do më thonë që nuk është marrë kur Zotit ta falë një fëmijë me nevojat veçanta, po është marrë nëse nuk jo plotësojmë kushtet. Ki mundësi si jo plotësoj kushtet, me i majtë mu mbyllën. Këta të misma anë mbyllën, këta sa ma shumë do të me i qitë, sa ma shumë me dalë, me pas kontakt me njerëz, me pas kontakt me fëmijë, me ditë krejt, fëmija për shembull që u polici që ky është, për shka janë krejt këtë sene, këta të fëmijë do të me mësua. A ke pas përkraje në erë institucionale? Unë nuk kom pas shëqat, s'kom pas kufar dokumenti, këtë punë kom bo gjithmonë e jetë fise berila për i zatë Zotit, se ja kom besu çdo kuj, po falë Zotit që kom pas i besim shumë edhe më kam përkra shumë. Unë të kryetari shpëtim Bulliqin e falenderej shumë, se më ka përkra shumë. Sa është që më shku për diçka kom pas derën qelë, edhe më ka përkra shumë. Kur kom bo aktivitete, gati çdo herë na u ka bashkan gjitë, që e ka bo një punë për këta persona shumë të mirë. Cilat kanë qenë sfidot kur ke fillu këtë mision, cilat kanë qenë të mirat e këtij misioni? Po, me të vërtet, na kemi familje që jenë psikikisht smut, nuk jenë tahtë për kur gju, as me gatue, as me latesha, as mu pastrue, do më honë problemin më të madhin e kemë këtë familje. Aty na dohet me qu diçka veç që muja hanë me herë, se me pregadit nuk din. Jemi në monim me të komunë, si me qu dikon strehimore, kemë një bashkëpunim të mirë me ta, po mundohem me qu dikon një strehimore me i largu për e së shpije, edhe nashta inshallah e bojnë pak një qare më të mirë. Sa ki donator? Donator kom bereqat verë shumë, të tregova se kom një përkraje shumë ku dhe qështë kom bashkëpunim me krejtë dhe hëgjallartë dhe margjemtartë dhe gjithë kush që më kam përkra shumë, që si kemi lënë këtë familje, pa mil, pa hash, pa veshmbathje, ata s'kam pas mundësi, banat ja kom siguruar. Unë i kam përdu mi përmen edhe 2 barnatore në Podrijev, që më kanë thonë ata që s'kan mundësi me i siguru banat, veç na i dërgon neve, na i adhon banat falë. Kështu që këne kom qunë në mënë tem, i kanë morë banat falë këto familje. E që kjo është përkraja me mire, jamja që i kanë... Që të jenë kryesërët? Po, normal. Çfarë infrastrukture ka kjo kategorinë e komunën e Podrijevës? Po tregoj, në komunën e Podrijevës, persona me nevojat veçantë i kemë afër 1000 vetë. Po falë Zotit që me të vërtet komuna e Podrijevës ka bo shumë për këta persona. Sidomos ja kanë siguru shkollat, ja kanë siguru kombin për me bajt, me qenë shkolla, krejtë të sene që edhe këta të komunë shpesherë u shpërndojnë pak ushqimore, që ka bo shumë komuna e Podrijevës për këta persona. Cilat kanë qenë sfidat më të vështira gjatë asaj kohe që të kum pas nevojë edhe për një thasmil? Po, me të vërtet, po më thënë mrapa para 15 viteve, se jem ka një gjendje shumë tronë. Kum ne gjithë ditën me kryen dritare, apo mbjet dikush diçka. Bili një rast, po du mi përmen, më thëtë shoqja, thëtë, pamperqen e mram janë gjitha vajzët të tira s'kam. Edhe kum thonë, këthe janë struka, së ku këtë në herë, se s'kam qka bëj. S'moj mu. Edhe para akshomit, o një djali agjës, prej pune, u hina bërë, i ke pas një kese me hash, edhe i kese pampersa. Që mu ka do kështë duja e mu bo. Do më honë që ati dimni, i kum pas shumë keq punë. Shumë keq i kum pas, që kum dëru edhe për bukë. Që jo që s'ku mujtë me asiguru banat vajzës, po kum dëru për bukë. Po falë Zotit që nashta Zotit ma ka një mu këtë punë, edhe ku marrë tash, unë i mëj këtë një personave që jenë me nevojat veçanta.
çka do që të di dikush që ka nevojë si për karroca elektrike, si për thjeshta, se karroca kemi shpërndarë thuj se çdo qytet. Gjakov, Mitrovic, Klin, Prishtinë, mos po vojmë llaf, ka mos kudo që kumnie që ka nevojë për karroca, kemi pas mjaftueshme dhe kemi përkrah shumë këta persona. Cilat janë vështirësitë tash? Po tregoj, tash është pak ma lehtë, po tash është puna që unë kam pak problem me shnet, sytë më kanë lënë këgja shumë, jem detyruar këtë në fshat me shit krejt, me marrë një banesë, po pritet derisa të bëhet banesa edhe pak edhe me dal banesë, se unë natën nuk guxoj me dal, nuk guxoj me vëzit, kudo që po m'duhet dikun me shku, me inimu dikujna, mu po m'duhet me gjetë një shofer, me m'dërgu atje se vetë s'guxoj me vëzitesh. Çfarë aktivitetesh organizoni përveç ndihmës për këtë kategori? Po shpesh herë kur kemi mundësi, na këta i qesëm në restoran, udhon drek, i qesëm loja, që njihen jashtëzakonisht shumë të kënaqur këta persona, kështu që për personat mëdhej bojmë aktivitete shumë shpesh, po edhe në çdo Ramazan i qesëm një iftar. Unë kam bashkëpunim shumë me të na shoqatat, që më përkrajnë shumë edhe çka do që të bojnë këto shoqata diçka për këta persona, mund të thojnë unë i organizoj krejt, po harxhimet ata na i hiqun. Kështu që nuk kemi një jetë monal, kemi me bosh të munëm për këta persona, që këta me munijet të lumtun, të kënaqur edhe me një vetën mirë. Cili është mesazhi juaj për fund? Po tregoj. Kjo puna jote është një punë që nuk paguhet me kurrë. Je ke bën një punë shumë të mirë që mi ngrit zonën për këta persona me nevoja të veçantë. Unë po tregoj që sa herë dalë në qytet, unë më shumë rri me persona me nevoja të veçantë se sa me tjerë shok. Që qaq kënaqna me nejt me ta, qaq din me të bollaf, din me bisedu për çka duhesh, janë një kategori që nuk bën me ilon masdore. Po do të gjithë mullshuhem me bëu diçka për ta. Unë mas mirë të jeni vetën mirë kur kena mundësi edhe një mujna dikujna. Nuk një të lodhën këtë punë kur, po një vetën mirë që patë mundësi edhe për një mujmë dikuj. Një personi me nevojat veçanta. Unë du mi përmen një rast se i më shku rastisht e ku më gjetë një person me nevojat veçanta edhe ishin konë një abër i vogël 3 shtëpi. Njona pe tyne i shkon pa rregullu shtëpia edhe ju më shku të qaj i shkon një person me nevojat veçanta të jetu fikall vetën. Edhe kum bisedu me to dhe kum vetë, thash, të kujnajnë këto shtëpia. Tha janë vllaznive, thash qaj kam punë, këta tha po mirë, ato 2 shtëpijat ishin kanë të rregullu me mirë. Tha mirë, tha këta janë të martuar, kanë fëmijë, tha mirë i kanë senet. Po tash unë po them, qysh mundet një vëlla me kthy tërvesën, me hangër bukë me fëmijë, me pa vëllon ka dorëuni në shtëpi vet, që sej Zoti as me përgatit bukë, as me fshi as janë Zotit, edhe nuk e marrin në shtëpi vëllaun e vet me majt me fëmijët vet. Kjo është një gabim shumë i madh për këta persona që nuk i këshyrin vllazninë e vet. A ka shumë asë njerëz? Unë e kom takuar një, pe krejt tyne në komunë po dijes, po thëmë që ka shumë që bojnë, se shumë vetë që i kanë vllazninë edhe janë mërgjimtar, ata më thojnë mua që nuk ka nevojë për ndihmë kushti se unë i maj. Po për me nërreq pensionet, për me bë diçka, nuk nalën edhe për ta. Po të puna e pensioneve, sa janë të kënaqur me këtë? Po tregoj se ka familje që e kanë në djallë smut, edhe deri që tash i kanë marrë 100 euro. Tash ja kanë bërë 150 euro, po 100 euro nuk i dalin veç barna. Tjetër tarna nuk kanë kërka. Me 100 euro sot nuk mund jetën një familje. Edhe ju mundu sa herë që kom pas mundësi, mës me i lanë pa herë të qëto familje që në konë. Këtë rastesh kemi shumë. Para se të mbyllen, na trego për rastën tënë shëndetësore. Po dhe je dhe i sprovum familje. Po tregoj se na pak me vonese kemi pas vajzën, edhe mu do të me shku jashtë për shërim për hak të syve,
e kom lënë vajzën e vogël, po qaq që konë në shnosh e mirë, i ka pas lugat në faqe, u konë shumë e jeshme, kur e kom lënë në këtë dhe kur shujëm shku e jashtë, kur kom nejtë mot, edhe njeva që vajza si ka senet mirë. Kur jom kthye, mas motit, po të regoj që u konë një ndryshim shumë i madh të vajza. Dhe më honë që e ki marrë atë pamjen e persona me nevojat veçanta, ish këqit, ish ranë hall, unë e kom thonë që qa ditëm ka plas zemra, se për një prindër shumë shtirë ki rast, edhe kom thonë që nuk pas ka zët për mua. Po tash, tu vedisua që nuk ka veç vajza jame, pas ka plot fëmijë që janë me nevojat veçanta, nuk ka fajtur kurkush, as mjekt, as kurkush, as nuk urzuo, po Zoti pas ka fal. Mua natën në mdalë gjumi, unë i kërkej Zotit falje për këtë fjallë që e kum fol. Inshallah, Zoti ma fal këtë gabim, po është tjetra që unë e kum thonë ma mirë të kështë më boj fort, e me bo diçka për vajzën, se mu ligë e me metë edhe vajza pa këshyre edhe vetë. Kështu që i kum thonë veti vullnet, kum thonë që avje për Zotin nuk po më i këshëm më ndryshue, që unë jem një që jo plëtsej shumë dëshirën vajzës teme, qka do që të lyp, është amen. Qka do që të ka qef, është amen. Edhe ja plëtsej dëshirat shumë. Kështu që mundohem tash në atë aspekt, edhe tjerë thmive më ja u plëtsu dëshirat, mësë me i lonë vetëm në shpe. Për shumë mirë njohje këtu, a ka mundësi me na tregu ka i ke morë, ka të kanë ardhë? Po të regoj se nashta e para që është vendosën aty është Zaher Pajaziti. Se mës të shkon Zaher Pajaziti, na sot nuk ishëm taku këtu edhe nuk i kisha unë këto mirënjohje. Këto mirënjohje shumicën i këm se kom punu 10 vjetë në këfor, i këm për i këforit. I këm Ibrahim Rogovën këtu që ky ne ka ndërtu është themeli i Kosovës. Flamurin e Kosovës, kom tira mirënjohje për shoqata, për kryetarit komunë Shpëtim Bulliqi, edhe gjitha këtu do më honi maj, veç që i kom bo gjithmonë një punë të mirë. Faleminderit shumë që ke pjesë e emisionit tonë. Ne të urojmë shëndet, marësi, dhe gjitha të mirat në jetë. Faleminderit shumë edhe ti që ke gjetë kohë i ardhë, se me të vërtet e kje një emision jashtëzakonisht mirë që asnjë televizion deri tash nuk e ka bërë një emision sikur ti. Edhe unë e kam nashta një me ju thonë gjithë këtyne prindve që sa ma shumë të qesin këta fëmijë me nevojat veçanta, sa ma shumë të bojnë për ta. Edhe për thëmë ma petë këtu që dikush nëse ka nevoj për karroca, kemi karroca, veç na lajmërojnë ku janë, na ja u dërgojmë në shtëpi. Faleminderit shumë edhe për juve që keni gjetë kohën.